edhe një shumë i prishun, që herdo kur ka me pas nevojë mu shëru me kanale. Edhe po i tregoj prindit, nonës, po i thot, që ta dëdhëmb, nuk i ka pas largun kur i na pana para 2 vjet e gjysmë. Së shdash me largu, kush që i ka largu. Pse? Nëse, po flasim nëse e kemi që tu mollarin e partë për hershëm që këmë dalë rreth moshës 6 vjeqare. Këto e kemi 2 dhëmë qumshit. 3, 4, 5. 3 dhëmë qumshit. I bjen fundit, para fundit edhe fundit e qumshit. Nëse na i largojmë që ta dhëmë qumshit, e eliminojmë në moshën 4-5 vjeqare. Kur del mollari i parë, nuk me dalë të vendi vetë, ka me dalë të vendi i dhëmit 5. Edhe e nëzanë hapsiren e dhëmbit që kam i dalë rreth moshës 19 vjeçare. Para mollari i dytë një problem tjetër. Po, probleme tjera. Probleme pas probleme. Edhe tash dhëmbi 4 del në moshën 10 vjeçare. Ai nuk kam i dalë në vendin vet, kam i dalë ka ana 5 që është hapësirë e lirë, se edhe 1 vjet nuk del. Dhëmbi 6 kam rritë me nxon hapësirën gjysmën e 5-shit. Se dhëmbi 6 ka dalë kur i ka pas 6 vjet. Tash e marrin këtë pozicion 4-shi edhe 6-shi. Kur ka me dalë 5-shi, rreth 1 vjet mas 4-shit, në moshën 11 vjeçare, s'ka me pas ku me dalë. Se ke në zonë hapësiren, për shkak që i ke largu dhëmë të qumshit para kohë. Çka bojnë tash? Në Evropë, edhe në Amerikë, këto gabime që une nuk i pranoj. Për shkak që ki mundësi tjera me trajtu infekcione, që une punaj, që nuk ndodh një rast tjetër.